Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë, do të na bashkohet në bisedë edhe Ergis Sefa, ekspert ekonomi. Ergis, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ergis, arrin të kursesh në fund të muajit? Meqense folëm gjërësisht për kursimet, mundësinë dhe pamundësinë që kanë familjet shqiptare. Arrin të heqësh më njanë? Diçka? Personalisht në vështirësi dhe fare pak. Dhe besoj se kjo është vërtet për pjesën më të madhe edhe të asaj që quhet stres e mesme dhe pothuajse e pamundur për atë që është stres, le të themi, në nevojë apo në varfëri, drejt varfërisë. E pamundur për shkak të kostove të larta gjykon? Shpenzimeve? Është një kombinim, absolutisht, është një kombinim ndërmjet shpenzimeve të larta, sidomos për produkte dhe shërbime të përditshmërisë dhe nivelit të ardhurave, i cili nuk po rritet me një ritëm të kënaqshëm apo të mjaftueshëm, i cili jo vetëm të mbulojë rritjen e çmimeve ose ndryshe inflacionin, por edhe të krijojë një marzh më të lartë që të kesh mundësi ose të marrësh produkte dhe shërbime më të shumta dhe më cilësore, ose të kursesh. Ndërkohë, do të kemi mundësinë që të shohim pak, para se të shohim grafikët e përgatitur nga Gjorgjina Deda, drejtuesja e Scanintel, për emisionin Box to Box, të cilën e falenderoj në fakt. Cilat janë, Ergis, format e kursimit, që do të thotë priren t'i ruaj në bank, apo t'i ruaj në shtëpi, apo t'i investojnë, dhe sa rëndësishmë është investimi i këtyre kursimeve? Në fakt, deri para pak kohësh, kryesisht kursimet e shqiptarëve ishin në kesh, pra në pjesën poshtë jastikut, le të themi, dhe më pak në sistemin bankar, dhe absolutisht për investime pothuajse s'bëhet fjalë fare. Ndërkohë, ka disa vite që kemi një ndryshim të trendit, ku kryesisht kursimet në pjesën më të madhe të tyre po kryen nëpërmjet institucioneve financiare, pra nëpërmjet sistemit bankar kryesisht, më pas në mbajtje cash dhe ato që kemi poshtë jastikut si gjithmonë, dhe fatkeqësisht investimet vazhdojnë të jenë në një nivel shumë të ulët, ndërkohë që duhet të ishte në fakt e kundërta. Më shumë se sa ne t'i kursejmë dhe t'i mbajmë të fjetura para tona, duhet të gjenim një mënyrë për t'i vënë lëvizje në mënyrë që të na sillin një fitim të shtuar po neve që po i kursejmë të para. Edhe këtë e tregon edhe niveli i lartë i paras që qarkullon jashtë sistemit bankar, që ka pësuar rritje edhe për gjatë viteve të fundit. Ndërkohë, shohim pak të dhënat që vinë, pra siç përmenda nga Banka e Shqipërisë, për faktin se sa preferohen depozitat. Këto janë të dhënat nga janari i vitit 2025 deri në nëntor të 2025, i referohen pra të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, nga të cilat vihet në duke se totali i depozitave në trilion lek është 1.453 trilion lek. Nëse shohim pra ecurin nga janari deri në nëntor, shohim që ka një rritje të depozitave për gjatë muajve. Një lajm pozitiv këtë, duhet thënë. Megjithëse është një rritje... Një lajm i pjesëshëm pozitiv. I pjesëshëm. Sepse nuk është vetëm çështja e rritjes së depozitave, është dhe pyetja më e rëndë do ishte kush janë ata që po kursejnë dhe sa përqind e popullsisë është ajo që po arrin të kursejnë. Nëse do të shikojmë agregimin dhe detajimin që jep po Banka e Shqipërisë, 2025 akoma nuk e kemi, po 2024 dhe më parë e kemi, do shikojmë që vetëm një pakicë e popullsisë, pra rreth 15 deri në 17%, janë ata që kanë shumicën dërmuese të këtyre depozitave që ju po përmendi. Që ta kuptojnë qytetarët, bëhet fjalë për rreth 14 miliard euro, se ne më kollaj kuptojmë euron se sa lekun në këtë lloj vlerash. Dhe nëse do shikojmë nivelin e investimit të këtyre depozitave që qytetarët bëjnë qoftë në fonde investimi, qoftë në kompani sigurimi, apo në fonde private të pensionit, çfarë do lloj forme tjetër qoftë, është vazhdon të jetë shumë i ulët. Edhe janë pikërisht këto fakte që e bëjnë pjesërisht të mirë ato që evidentuam, pra fakti që ka një rritje të depozitave edhe pse në shkallë apo në një nivel
modest. Ndërkohë, të shohim pak raportin me ndihmën sërish të regjisë, raportin ndërmjet kursimeve në valutë dhe në lek, shohim që janë 762.1 miliard lek, më falë, të 762 miliard, i referohemi edhe një tjetër, të dhënave nga janari deri në nëntor, në valutë janë 762 milion euro, sepse nuk mund tjetë kursesi në miliard euro, kështu që 762 milion euro të depozituara, ndërkohë në lek janë 690. Pra nëse shohim raportin ndërmjet, pra duke parë gjithmonë depozitat, nëse shohim raportin ndërmjet valutës dhe lekve, shohim që ka një rritje të depozitave në lek. Në korrigjim janë 7 diçka miliard euro dhe jo milion, dhe janë 6 diçka janë 690 miliard lek dhe 762 milion euro. Jo, miliard euro, sepse është 1.100 po të marrin bazën, po nese. Pra, kjo tregon që kryesisht shqiptarët vazhdojnë të kenë një tendencë për të ruajtur edhe në monedën huaj, edhe pse jemi pothuajse në një ritëm gati të barabartë ndërmjet lekut edhe euros. Me një rritje të lehtë të kursimeve në valutë. Në valutë, ne përmendëm, po. Nuk e rritë të digjë, pra po flitet për kursimet në valutë. Me një rritje të lehtë të kursimeve në lek, në raport me kursimet në valutat e huaja. Në valutë. Po, ka një rritje të lehtë të kursimeve në lek, por po të shikojmë përgjithësinë, prap niveli i kursimit në valutë të huaj është goxha i lartë, është pothuajse gjysmë për gjysmë për ruajtja ndërmjet lekut edhe valutës huaj. Kjo tregon edhe një herë nivelin e lartë të valutës huaj që ne kemi në qarkullim dhe që hymë në tregun e brendshëm shqiptar. Pjesën më të madhe i cili vazhdon të mbetet në kesh dhe pastaj një pjesë përfundon në depozitat përkatëse. Por lajmi mirë është që nëse mund ta quajmë këshill është si pasojë e forcisë të lekut në këto kohë të fundit. Qytetarët e kanë parë më të arsyeshme që të kursejnë në lek, pasi i duket i gjallë më shumë interes, le të themi. Megjithatë, e theksoj edhe një herë, e rëndësishme është që përveç depozitave të cilat në një farë mënyrë janë para e fjetër, qytetarët duhet fillon të mendojnë edhe se si ta vënë në punë këtë para nëpërmjet investimeve, nëpërmjet instrumenteve të ndryshme financiare që janë disponueshëm tashmë. Pa diskutim këtu hynë loj pra edhe ajo çfarë ne diskutuam në pjesën e parë, pra domosdoshmëria e edukimit financiar. Në mënyrë që kjo të mos jetë, por të investohet, le të themi mbi apo këto kursime të shfrytëzohen për investime. Nëse do ta shohim pak në raport me vendet e rajonit, duke ju referuar një raporti të Bankës Botërore dhe një vrojtimi të realizuar, analizët të realizuar në Shqipëri për gjatë vitit 2024, dëshmon, pra ky raport dhe këto tregues dëshmojnë se krahasimisht me Shqipërinë, Maqedonia e Veriut ka një përqindje më të lartë të kursimeve, me gati, pra nëse Shqipëria është në një nivel prej rreth 14.8%, pra para të kursyera, të hequra më njanë, Maqedonia e Veriut, pra në Maqedoninë e Veriut, ky nivel arrin në 32.4%. Pra gati 2 fish në raport me ato çfarë apo kursimet në Shqipëri. Në Serbi po ashtu ka një nivel të lartë, mbi 26% e popullsisë që arrin të kursej, dhe në Bosnjë me 24%, ndërsa rezulton që edhe Kosova është më lartë e rankuar krahasimisht me Shqipërinë, pasi 16% e popullsisë kursen, pra arrin që të kursej. Si e shihni këtë panoram, këto tregues, Gertiana? Po të shikosh realisht edhe... Janë dy, është kombinimi dy... Ergis, sepse nuk ishe në pjesën e parë, por këtu kam edhe 2 zonja të nderuara.
Kështu që duke mos ardhur në studio, në fakt, ishte përgjetjane, por gjithsesi mund ta vjosh analizën, po. Jo, ndjes. S'ka problem, sepse do t'ju pyes. Pra një mendim nga ju e dua. Ka një kombinim të dy faktorëve do thoja. Po. E para është fakti që këto vende kanë dhe një traditë të mbartur të pjesës së kursimeve dhe kanë pasur të ardhurat e nivelit të kënaqshëm që mund të kenë kursime dhe kohë përpara sa të kishte Shqipëria. Ndërkohë që nga ana tjetër, disa prej tyre, për shembull edhe Bosnia edhe Serbia, kanë një nivel të ardhurash përfrym më të lartë se ç'kemi ne aktualisht në Shqipëri dhe kanë dhe një nivel kostoje të jetesës pak më të ulët se ai që ne kemi në Shqipëri. Dhe kjo gjë bën që mundësia e kursimit të jetë pak më e lartë. Ndërkohë, për Maqedoninë e Veriut dhe për Kosovën, Kosova pothuajse është brenda marzhit të rrohet, pra është po themi pothuajse ngjashme me ne. 1.2% ndryshim ka. Ndërkohë që për Maqedoninë e Veriut, e cila nuk ka një nivel të ardhura shumë më të lartë se ne dhe një kosto jetesës shumë më të ulët, pra është e ngjashme në shumë faktorë, me pak përmirësim tek pjesa e kostës jetesës. Ka të bëjë më shumti me kulturën, trashëguar që ato kanë për pjesën e kursimeve dhe këtë gjë që e kanë Qeverisë Jugosllavisë trashëguar ndër dekada. Kurse unë ndërhyja, duke qenë që janë vendet e rajonit, unë kam qenë Prishtinë, kam qenë Maqedoni. Siç e tham dhe në fillim, këtu peshën më të madhe e zë shporta. Pra 40 deri në 50% shqiptarët sot po e përdorin për nevoja jetike, për të ushqyer, veshur apo. Dhe 300 kilometra më andej, gjejmë një vend të cilat pothuajse i ka çmimet gjysmë për gjysmë për të njëjtat shërbime apo produkte që ne blejmë. Për mos të kaluar pasaj të hidrokarburat, me të cilat në Shqipëri jam e bindur që abuzohet në mënyrë të frikshme, sepse nëse do ishte prej luftës në Ukrainë, do t'ishte prekur të gjitha vendet e rajonit, kur ndër vendet e rajonit, Maqedonia sot ka naftën me asnjë euro, Malizi 1.10, Kosova 1.16 euro për litër. Kundrejt Shqipërisë që shkojmë minimumi 1.75 deri edhe në 2 euro, është ajo nafta greke që nuk e marrë vesh do me thënë është greke apo çfarë është. Kështu që duhen marrë në sit të gjitha aspektet, pra jo vetëm ushqimi, po karburantet, por çfarë do gjë tjetër. Telefonia është më e lirë në vendet e rajonit. Pare zhveshur nga ky kontekst. Shërbimi i televizionit dhe internetit është më e lirë në vendet e rajonit, domethënë po të hyjmë ka të dhëna në online që e vërtetojnë këtë. Kështu që më shumë se sa me kulturën e kursimit, unë them që në Shqipëri inflacioni i lartë dhe rritja në mënyrë jo neutrale e çmimeve për jetesën bazike bën që shqiptarët të jenë në pamundësi për të kursyer. Pavarësisht dëshirës dhe vullnetit mirë. Përveç se po të shikojmë edhe kursimet realisht ose depozitat që pam grafikun më parë, shohim që ka një grafik linear le të themi në kursimet. Çka do të thotë që kush ka pasur mundësi të kursej ka kursyer në mënyrë lineare në muaj, ndërkohë që kush ka pasur mundësi nuk ka kursyer asnjëherë. Edhe kjo ndodh për një përqindje shumë të madhe të popullsisë. Nuk reflekton prurjet të reja le të themi, por është nëse duam të flasim realisht për përqindje, ne themi vetëm shpenzimet ushqimore, siç përmendi kolege, janë rreth 40% për shqiptarët, ndërkohë që për vendet e tjera të rajonit janë nën 35%, ndërkohë që për mesatarisht për një vend evropian janë rreth 13%. Çka do të thotë që nëse unë jam një qytetar evropian, harxoj 13% të ardhurave të mia vetëm për shpenzime ushqimore, pjesën tjetër e harxoj për shpenzime të tjera ose për argëtim ose për kursim. Ndërkohë që një shqiptar me këto kushte të vështira jetese, në këto kosto jetese që është kaq e lartë, e ka të vështirë të përballojë së pari koston e jetesës dhe më pas të mendojë edhe për kursimet. Ergiz, duke e parë gjithmonë në këtë raportin ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve. Pak më parë Gertiana përmendi që për të përballuar kostot e jetesës do duhen së paku, meqense ne nuk kemi, le të themi, të dhëna të sakta të matshme që mund t'i referohemi në të drejtim, por për një familje me 4 antar do të duhen minimalisht 140.000 lekë në muaj për të përballuar shpenzimet. Në gjykimin tënd, si e konsideron këtë? Se bëre një shenjë habie që do thotë të duket mjaftueshëm e lartë? Duket pak, nuk di të them sepse nuk di
di të them sepse nuk dim mbi çfarë baze është bërë matja dhe mbi çfarë baze, mbi çfarë zone gjeografike. Për shkak se edhe hapësira gjeografike ka indikim edhe në pjesën e kostos së tesës. Pra, kosto e tesës nuk është njësoj në Tiranë si në Kukës dhe si pasojë nuk mund të jetë njëjtë niveli të ardhurave. Nëse flasim për një mesatare kombëtare. Gjysma e popullsisë është e përqendruar në kryeqytet. Kështu që duam s'duam se nuk e shpërfillim dot as këtë fakt. Jo, është më pak se 1/3 e popullsisë në kryeqytet, ndoshta gjysma e popullsisë është në Trekëndë, në Tiranë, Durrës, Fier, po që është një hapësirë gjeografike më e madhe. Po përtej kësaj, cilave rezultateve të censit i referohesh? Më fal se nuk e dëgjoj. I referohesh censit 2023-shit? I referohen përveç censusit 2021-shit edhe statistikave demografike të përvitshme që nxjerr në përditësim dhe në projeksionet që nxjerr Instati, se nuk kemi ku të referohemi tjetër. Në mund dalim të numërojmë me gjithë, por nuk besoj se është kjo mënyra shkencore për ta bërë. Gjithsesi, kostot e tesës në Shqipëri janë në një rritje, në një trend rritës vit mbas vitit, në mos mas periodes Covidit të çuditshme, gati dalë nga kontrolli, ka një disbalans edhe në produktet që përbëjnë indeksin e çmimeve të konsumit, në rritjen e tyre të çmimeve, disa janë rritur më pak, disa janë rritur kanë kapërcyer në një trend goxha të madh. Nuk di të them 140.000 lekë është i mjaftueshëm apo jo dhe çfarë produktesh dhe shërbimesh do fusim në shportën e asaj që do ta quajmë jetesë, a do fusim vetëm ato të bazë apo do fusim një nivel pak më të lartë mirëqenie, mund të jetë pak, mund të jetë shumë, është varet shumë nga varësia e zonës, po rreth do ta shtoja edhe pak më shumë për katër veta se 140.000 lekë. Do ta shtoja pak më shumë për katër veta për 140.000 lekë për zonën e Tiranës. Ndërkohë, sa i takon domosdoshmërisë për investime, pra kursimet dhe domosdoshmëria e investimit të asaj çfarë hiqet më njanë. Ka nevojë për instrumente të reja në këtë drejtim, pra për t'ju dhënë më shumë mundësi atyre që kursejnë që të investojnë këto kursime? Është për mua apo është për zonën e pyetjes? Instrumente ka. Çfarë mundësish ka sot? Ne kemi fondet e investimit që tashmë ka disa vite që funksionojnë në Shqipëri dhe disa për tyre kanë filluar të jenë mjaftueshëm të suksesshme. Kemi fondet investimeve alternative që investojnë në asete, përveç atyre që investojnë për në bonus sosari, në obligacione apo në tregje ndërkombëtare. Kemi fondet e pensioneve të cilat përveç pensioneve suplementare ofrojnë dhe produkte të tjera financiare të investimit, në mënyrë që të heqin pra kursimet e qytetarëve për të shtuar. Dhe a ka nevojë për një diversifikim më teshëm? Padyshim që ka nevojë për një diversifikim më teshëm. Në fakt në Shqipëria ka nevojë për një formim të mirëfill të tregjeve të kapitalit, të gjitha formave të tregjeve të kapitalit. Ne fatkeqësisht deri më sot kemi dështuar të formojmë tregje kapitalit të mirëfillta ku t'i japim mundësi edhe qytetarit të thjeshtë që të mund të investojë dhe të mund të përfitojë prej aksesit në tregjet e kapitalit. Shpresoj që me pjesën e integrimit evropian edhe tregjet e kapitalit në Shqipëri do fillojnë të formsohen pak nga pak, ashtu siç duhet formsohen edhe elementet e tani do përdor një term të huaj ndjes, venture capital apo private equity, që janë po themi investitorët më profesionistë, i cili nuk është për cilin do, por mund të ketë kategori të caktuar qytetarësh që kursimet e tyre mund të drejtojnë drejt këtyre instrumenteve financiare. Megjithatë, edhe ato që tashmë kemi në funksion, unë i sugjeroja qytetarëve që të shkojnë pranë institucione financiare ku ato kanë kursime dhe t'i kërkojnë informacion për produkte të ndryshme të investimit që ato mund të kenë bashkëpunim me fonde të ndryshme investimi.
Mirë, e qartë, Gërtjana, se pohove gjatë gjithë kohës që Ergisi Jam shumë dakord, realisht duke ka nevojë për një edukim financiar të jashtëzakonshëm, edhe për shqiptarin e thjeshtë mesatari, i cili nuk ka ndoshta një edukim financiar ose ka një edukim universitar. Pra nuk ka nevojë të kesh një edukim universitar realisht për të pasur edukimin financiar të duhur, i cili duhet bërë në hapa të hershme. Pra, duhet krijuar edhe bindja që kjo investim që ti do bësh në institucione ose në banka në cilën ti ke kursimet e tua, është një investim i sigurt në cilën ti nuk do të mashtrohesh. Nëse nganjëherë edhe kjo stigma le të themi i step është frika e mashtrimit, është frika se do t'i humbasin barat, kështu që edukimi financiar është thelbësor. Melinda? Po, për pos kësaj, ne cekëm disa herë që është edukimi financiar, por çdo gjë fillon edhe nga familja, kështu që sa më shpejt në vetë edukojmë veten që në ato mundësit dhe pa mundësit për të kursyer, arrim ta mirë menaxhojmë paran, pra mos të kalojmë direkt te kursimi. Është shumë e rëndësishme që edhe të punojmë me brezat që po vinë, që praktikisht mos të gjendemi pastaj në fonde emergjencë dhe në vështirësi në rastin më të hershëm. Mirë, qartë, unë ju falenderoj atëherë sepse kemi mbritur në fund. Ergis, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ishe me ne, Gërtjana po ashtu, faleminderit për prezencën. Armendina, faleminderit juve. Ne do të shkojmë në pak publicitet, do të rikthehemi në pjesën tjetër për të folur për një vendim të marrë nga qeveria, ishte paralajmëruar më herët në fakt, vendimi i kompensimit të pensionistëve, që do të thotë 5 kategori pensionistësh kanë mundësi që prej këtij muaj të përfitojnë një shtesë pensioni, e cila normalisht do të jetë e përmuajshme dhe varion nga 600 deri në 1.800 lekë. Si do të bëhet prej secilës, pra nga kategoritë sa është fondi total që do duhet, si do të përfitohet, nëse do të aplikohet në masën e plotë të pensionit apo në masën e plotë i referohemi edhe kompensimeve të lidhura ndër vite, apo vetëm në masën e pensionit që pensionistët kanë, pra të moshuarit kanë, do të diskutojmë në pjesën e fundit pa publicitet dhe rikthehemi sërish.